Kur fillon ndryshimet, sigurisht që kuptova që ky është momenti që unë me planifiku mu largu prej Shqipërisë. Dhe ishte pikërisht marsi i vitit 91, kur kombëtarja shqiptare kishte një ndeshje ndërkombëtare në Francë me Francën për eliminatorët e botënorit, mendoj të 92-shit, diçka e tillë. Edhe unë vendosa që mos ndeshjes së Shqipërisë kundër Francë, Parc des Princes, pra në Paris, me marrë çantën time të sportit, me një palë këpucë futbollit, me $50 në xhep, edhe mu fut në atë undergroundin e Hotel Concordit në Paris, edhe me shku direkt në stacion policisë për me kërku azil politik. Pra, kjo ka kanë vizja jeme që më është dasht me e ba dhe mu regjistru si azilant politik në Francë, në mars të 91-shit. Ka kanë një vendim që ka kanë shumë i vështirë, sepse prindët e mi sigurisht që nuk e priqin ndoshta, sepse unë ishte një vendim i momentit fundit. Por analizova çdo situatë, analizova që sigurisht që prindët e mi nuk do të kenë fatin e keq me u internu ose me u keq shtrajtu nga sistemi, se sistemi kishte fillu mu dupsu, dhe e kuptoshe që energjia e sistemit, energjia fort që kishte po marronte. Shfrytëzova këtë momenti i vështirë, sepse je një djalë i ri dhe kur ti zgjohesh nga gjumi dhe mendon që një natë para ke kanë duke lujt kundër Francës në Parc des Princes me Jean-Pierre Papin, me Deschamps, me Eric Cantona, me Laurent Blanc, me yjet e futbollit francez. Edhe 48 orë mrapa zgjohesh në një kamp refugjatësh, me refugjat nga gjitha vendet e botës, e kupton ti që në atë moment i nihesh askushi, nuk je ti më i futbollisti i kombëtarë shqiptare, por je thjesht një refugjat i thjesht që duhet t'i fusesh një procedurë aplikimit për me kërku atë që ti kërkon dhe me justifiku për mu pranu si refugjat në vendin që ti ke kërku. Pra, nuk ke asnjë lloj privilegjit dhe nuk ke asnjë një lloj favorit që ty mund bëhet, sepse je thjesht nga një lojtar i kombëtarës, ti je thjesht një refugjat normal me drejta si gjithë refugjat të tjerë. Pra, aty ka kanë një shok për mu, sepse vetë eksperiencat e jetës janë ato që ne na bëjnë me kuptu se si funksionon jeta. Unë se kisham imagjinu që do t'jetë aq e vështirë, pra aplikimi, pranimi, trajtimi, por gjithsesi kur ti merr një vendim dhe e kupton se si është situata, duhet t'i përshtatesh rregullave dhe pastaj çdo gjë është pjesë e strategjisë që na arton ku do me mrit, sepse unë shumë kallaj mund të kisha zgjell mos me vazhdu me lujt futboll, por me një profesion tjetër ose me marrë një drejtim tjetër në jetë. Edhe vendimi që mora ishte që unë nuk do dorëzohem, e do të punoj një mënyrë çfarë tjetër me punu do ta baj për me mrit në nivelet e futbollistit profesionist në Evropë. Pastaj si e kam zgjell unë mënyrën, mu zgju në 3 mjesit, në 4 sabahut, me dal për vrap, kur refugjat flashin, me vazhdu me punu, domethënë me bë ushtrime fizike, ushtrime në tokë, me topin, pa topin, kjo ishte pjesa asaj që unë isha i detyruar me e bë për me rujt gjendjen fizike, edhe me kenë gati një moment kur t'mjepet mundësia me shku në provë të një klub, me provu e me testu kapacitetet e mia dhe me ba me kuptu që a jam i vlefshëm ose a vlej për me i shërby ati klubit me ato vundije, me ato kapacitete që kam. Po ka kanë një situatë që ti dita ditës je në luft me kohen
jenë luftë me kundërshtarin I cili është inexistent, nuk e shef, por e din që aty është. Edhe presioni psikologjik është shumë, sepse ke shumë dyshime. Dyshimet janë a jeti Zoti, është Franca vendi duhun, gjuha nuk e kupton. Por, se që thash, unë kam marrë shumë goditjet kanë kënë trauma, por jam qu, nuk jam rëzu keqas, po prap jam qu. Edhe kjo ka kënë ajo që më ka ba mu në fundit me shiju atë djerës ose atë sakrificë që kam bas, sot jam komod sepse atë dhimje dhe atë sakrificë dhe atë shkallë vështirësie që e kam kalu, e kam harru. Edhe sot unë shih frutet e punës teme, edhe e di shumë mirë se që do më thanë me kenë, ai që jam ba nëpërmjet punës e nëpërmjet dedikimit që kam pas për zanatin.